personalisht do ta them dhe do ta mbaj këtë premtimin. Do thotë sepse unë do të hi vetëm nëse ka njerëz të shtresës të mirë, edhe që s'kallzojnë ata më herë. Mirë për ty për shembull. Për me tregu, domethënë nivelin mas pari social, respektin. Unë jam sigurisht, por intelektualitetin. Veç publik nuk më. Nëse jena unë edhe Agnesa mrena këshehi? Tani ty të njoh ma shumë se Agnesa. Jo, po çfarë shtrese? Adina, jena shtrese. Fala, ata mund ta përfundoj. Ata nëse unë nuk mund ta dëgjoj sepse nuk jam rritur në një familje të paditur ose domethënë të pashkolluar, se babën e kom pas një agronom i bujqësisë. Tani edhe ka ana e nënës, edhe kështu që me dëgjuar fjalë. Shele, okay, mund ta thuash, a ke mundësi të flas unë? Më ka përqy deri diku. Më ka përqy shumë deri diku. Unë mendoj që Big Brother i parë ka qenë shumë pak, më fal, lutem. Big Brother i parë ka pas edukat pak më shumë. Se kam pas shumë lojra. Jo. Nuk është që ka pas Big Brother edukat shumë ma shumë. Se mund të kemi pa këgja shumë skena që faktikisht nuk kanë qenë edhe shumë të mira. Po, Treshi ka qenë, po, e vërtet. Kjo ndodh për shkak se shkon të urrit shikueshmëria edhe ata që kanë po Bigun e parë, i kanë po sanë që janë virale. Edhe kur Imrana ka prej këtu kujna hitena, ka pas lojtar që e di ke sakt që ka mu bu meme. Unë gjeste një prej studios kur kemi punuar të granitit të Nortelit. Asku nuk e kom pa këtu në Big Brother Shqipëri, që ai ka dalë domethënë dikënd e ka ofendu. Ja. Gjithmonë. E vërtet. As në Kosovë s'është që e ka